Përshëndetje miqtë e mi. A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse po ndiqni planin e duhur për jetën tuaj? Vetëm disa e kuptojnë se cili është ky plan. Shumë njerëz provojnë gjëra të ndryshme për të zbuluar pikërisht ato që e bëjnë jetën të funksionojë siç duhet. Ne nuk kemi ndjenjë të gjërave të mëdha që mund të arrijmë. Sapo personazhi i historisë sonë zbuloi planin e jetës së tij, ai e ndoqi atë duke ndërtuar një themel të qëndrueshëm. Arriti majën e suksesit sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndiqni Të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori përcjellin lajmin e mirë në botë dhe janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 313, programi që ju bën të përballen me veten dhe të mendoni. Si ka mundësi që autobusi ka ndaluar mëshina? Nuk e kam iden, po kjo është linja kryesore për të shkuar nga Chicago në Kaliforni. Është vend shumë i rrezikshëm për të ndaluar. Vazhdo Fil, kemi rrugë të gjatë përpara. Mendon se kanë ngecur? Them se po na bën me dorë si i çmendur. Treni nuk ka për të ndaluar dot në kohë nëse është rrugës duke ardhur. Duhet të bëj se s'bën diçka. Po çfarë mund të bësh ti? Do të përpiqem ta shtyj autobusin me makinë. Makina është shumë e vogël për të shtyr një autobus të mbushur plot me njerëz. Kjo makinë së bashku me Perëndin mund të bëjnë gjithçka. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte ende fëmijë kur vendosi të bëhej avokat. E qëndroi besnik këtij vendimi deri në vitin e fundit të shkollës së mesme. Një ngjarje domethënëse e shtyu që të ndryshonte mendim dhe drejtim. Duke ndikur një ligj tjetër, ai përfundoi në anën tjetër të oqeanit paqësor. Javën e kaluar ne transmetuam dëshminë e Marta Hawkut. Kjo është dëshmia e vërtetë e bashkëshortit të saj, Donnie Hawk, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Prindrit e mi kishin 14 vjet martuar kur unë linda në Chicago. Kur mbusha 3 vjeç, ata blen një shtëpi, një kaçe në Park Ridge, por e humbën gjatë depresionit të madh. Pavarësisht alergjive të ndryshme që kisha, fëmiria ime ishte e bukur. Unë u bëra pjesë e organizatës së Boy Scoutëve edhe zura shumë miq. Gjatë sezonit më të ashpër të alergjisë ne shkuam në Wisconsin. I mati ishte shitës në një kompani letre dhe udhëtonte çdo ditë me tren. Ndërrohu dhe ulu të qetësohesh zemër. Darka është pothuajse gati. Po Doni ku është? Po përgatitet për fjalimin e tij. E ditë. Po? Sot më ka ndodhur diçka mahnitëse. Ashtu? Çfarë? Mban mend që më fole një herë për disa takime? Takime të biznesmenëve të krishterë, që takohen gjatë orarit të drekës në një teatr në qendër të qytetit. E kam parasysh se për çfarë po më flet. E po unë sot shkova në takime ta. Kisha menduar të ndihmoja disi, por atje dëgjova gjëra që nuk i kisha dëgjuar asnjëherë në kish. Si për shembull? Po ja, që ne jemi të gjithë mëkatar, të gjithë, pa përjashtim. E po kjo është e vërtet zemër. Duke qenë se nuk pi, gjithnjë ka menduar se isha njeri i mirë. Po zemër, ti je një nga njerëzit më të mirë që unë jam. Ti punon shumë dhe ke integritet. Por ata thanë se edhe njerëzit si puna ime janë mëkatar në sytë e Perëndisë, deri në momentin që e pranojnë Krishtin si shpëtimtar. E vërteta të hap syt apo jo? Kur kam qenë i vogël më kanë mësuar se Jezusi vdiq për mëkatet e të gjithë botës. Por kjo nuk mjafton. Ne duhet ta pranojmë atë si shpëtimtarin ton personal e ditë. Jam i sigurt për këtë sepse unë e pranova sot dhe më janë hapur syt. Tani jam një mëkatar i shpëtuar me anë të hirit. Në vitin e dytë të shkollës së mesme qëndroja me shok që ishin të dhënë pas gjërave të kësaj bote. Të shqetësuar për drejtimin që mund të merrja dhe për rritjen në besim, prindrit e mi gjetën një kish që mësonte Biblën. Në vitin e tretë ndodhi diçka që na tronditi shumë. Mami, babi, i dëgjuat lajmet? Joey ka vrarë veten. Joey fshinjën? Po, ai kishte ardhur në shtëpi për Krishtlindjen. E di, po kur u kthye në shkollë, vrau veten. E tmerrshme. E qora familje. Duhet jetë shumë e rëndë për ta. Ai dukej djalë me vetbesim. Mbante kravatë dhe pinte duhan, dukej sikur gjente kënaqësi me krenaritë e kësaj jete. E po gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken Orbir. Ja përse duhet i besojmë Perëndisë dhe jo kësaj bote. Djalli është mashtruesi dhe ati i gënjeshtrës. Ne duhet të dëgjojmë Perëndin.
Çdo javë nëna takohej me gratë e tjera dhe luteshim pa pushim. Në vitin e fundit të shkollës së mesme, prindrit vendosën që të filloja shkollën e lartë të krishterë në Wheaton. Disa të afërm ftuan të jetoja me ta duke ndarë dhomën me djalin e tyre. U largova nga shkolla e vjetër ku vetëm grindesha e bërtisja, edhe ky vit më ndryshoi jetën. Doni, si e birë? Jam shumë mirë, mami. Tani jam pjesë e një grupi studentës që studiojnë gjuhën më në thellësi, edhe këndoj në kuartetin e djemve. Po kohë me Perëndin kalon birë? Sigurisht që po, mami. Disa muaj pasi filloi shkolla u luta dhe pranova Krishtin si shpëtimtarin tim. Tani më pëlqen shumë ta lexoj Biblën. Çdo ditë unë dhe Ali ecim thuajse 2 kilometra gjysmë për të shkuar në një takim lutje para se mësimi të fillojë. O, sa mirë. Po studimet si po të shkojnë Orbir? Vetëm nota 10 kam marrë, babi. Kam dëgjuar se në fillim të çdo semestri, shkolla organizon konferenca të ndryshme mbi besimin. Është e vërtet. Edhe kjo është pjesa më e bukur. Këtë vit folsi na tregoi çdo të thotë të ndjekësh vullnetin që Perëndia ka për jetën tonë. Dhe çfarë tha saktësisht? Ai lexoi nga letra e Romakëve, kapitulli 12, vargjet 1 dhe 2. I kam mësuar përmendesh. Po ti dëgjoj mirë. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë. Ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndisë. I përsosur i vullneti i Perëndisë. A sikur të kishim një plan që të mund ta ndiqnim? Folsi tha se mund ta kuptojmë vullnetin e Perëndisë nëpërmjet lutjes, rrethanave dhe leximit të Biblës. Çfarë do të thuash me anë të rrethanave? Po ta dorëzojmë barrën tonë në duart e Perëndisë. Ai do t'i sjellë rrethanat në atë mënyrë që do të na drejtojë. Po kjo ka ndodhur edhe në jetën tonë. Tani që jam bëri krishter, kam vendosur të mos bëhem avokat. Pse jo? Babi, unë i përkas Perëndisë. Ndaj dua t'i shërbej atij në gjithçka që ai zgjedh për mua. Unë dhe shoku im u diplomua me rezultate shumë të larta, edhe më dhanë një bursë studimi 1 vjeçare në një universitet të krishterë. Atë verë prindrit erdhën të jetonin pranë universitetit, pavarësisht se babai duhet të udhëtonte çdo ditë me tren për të shkuar në punë. Në shkurt të vitit 1938, folsi në konferencë ishte një misionar nga Kina. Në konferencë vendosa t'i shërbeja Perëndisë si misionar. Në jetën time ndodhen ndryshime të mëdha të vjeshtë. Një nga miqtë e mi më të mirë ishte Fili, i cili bënte numra shpejtësie për të fituar para për të paguar shkollën. A e beson dot që ata misionarë janë detyruar të largohen nga Kina? Disa njerëz mendojnë se do të keni luftë me Japoninë. E po nga mënyra se si po i afrohen Orientit ka shumë mundësi të ndodhë. Dhe kështu do të fillojmë shërbimin tonë si misionar në Kinë. Ne mund të shkojmë edhe në vende të tjera. Më vjen mirë që Dr. James Grant doli i gjallë nga ai vend. Dhe të mendosh që do të vi këtu për të dhënë mësim. Ai është shumë i Zoti, ndaj nuk dua të lë asnjë nga orët e tij. Po ti e fitove punën si reporter për të cilën shpecoi ai shumë? Po. Tani mund të shkruaj edhe për gazetën lokale. Unë isha folës. Megjithatë, gjatë 3 viteve të fundit të universitetit punova si reporter. U diplomova në vitin 1941 dhe atëherë shkruaja artikuj reklamues për një kishë të re që sapo ishte ngritur në Park Ridge. Në vjesht antarët e kishës më ftuan të predikoja atje për 1 muaj, megjithse kisha nisur specializimin. Në fund të muajit, ata më thirrën sërish për të predikuar. Të kanë kërkuar të bëhesh pastori tyre? Po kjo është fantastike, miku im. Po, unë po përgatitem të bëhem misionar. E çfarë pasaj? Ke për të mësuar shumë gjëra dhe do të paguajnë mirë, Doni. Kjo është kishë e re. Ai mendoj se paga do të jetë e ulët. Por do të jetë një ndihmë për ty. Mos më thuaj që nuk do të pranosh. Nuk e di. Po lutem për këtë. Perëndia do të më tregojë nëse është vullneti i tij. Dëgjoj, Doni. Dëgjoj. Ti dëshiron të shkosh në Kaliforni vitin që vjen për të takuar doktor Grahamin apo jo? Kam shumë dëshirë të shkoj. Por nuk jam i sigurt nëse do të kem para mjaftueshëm për të paguar udhëtimin. Po do të gjejmë studentë të tjerë nga Kalifornia që do të kthehen në shtëpi dhe do t'i ndajmë me ta shpenzimet e rrugës. Po ashtu ata mund të na shoqërojnë me makinë. Nuk do të na duhet të bëjmë ndalesa gjatë rrugës. Edhe makinës do t'i japim me radhë që të mund të flen të gjithë pak gjumë. Nuk është ide e keqe, Fil. E pranova thirrjen për të bërë pastori i asaj kishe. Edhe Perëndia e përdori atë kohë për të më përgatitur për punën time si misionar. Verën tjetër, ne shkuam me makinë në Kaliforni ashtu siç e kishim planifikuar.
Kur ishim atje gjatë një feste në Kish, Fili bëri disa numra shpejtësie. Unë shkova me të për ta ndihmuar me pajisjet. Atje u dha njoftimin se pas Filit unë duhet të ndaja diçka nga fjala e Perëndisë. Isha plotësisht i papërgatitur. Megjithatë, shkova te podiumi edhe bëra një predikim të shkurtër. Pra, mund ta shohim qartë që dashuria e Perëndisë është shumë më e madhe nga sa mund ta imagjinojmë. Ajo na shfaqet çdo ditë me anë të bukurisë së krijimit, përfshirë këtu edhe njerëz. Megjithatë, dashuria e Perëndisë është treguar akoma më mirë me anë të veprës së shpengimit që Krishti bëri në kryq. Tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 10 thuhet: "Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona." Më e pakta që ne mund të bëjmë si ndjekës të Krishtit është të ndajmë dashurinë e tij me të tjerët, veçanërisht me familjen e Perëndisë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 13, vargu 35, Jezusi tha: "Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin." Isha lutur Perëndisë të sillte vajzën e duhur në jetën time. Në vjeshtën e vitit 1943, ftova një shoqe klase që këndonte në shërbesën e mbrëmjes në Kish. Ajo solli me vete një studente tjetër që quhej Marta, e cila këndoi një solo dhe dha dëshminë e saj. Jam rritur nga dy prindër të perëndishëm, që më kanë çuar gjithnjë në Kish. I mat na e mësonte Biblën çdo ditë. Një të diel, kur isha 10 vjeç, po dëgjoja predikimin dhe atë ditë kuptova se isha mëkatare. Ndonjëherë gënjeja dhe nuk tregohesha e bindur. Kisha shumë njerëz të cilët nuk i doja, edhe nuk kisha një arsye të veçantë për këtë. Kur pastori na ftoi të bënim lutjen e shpëtimit, u përgjigja. Atë ditë i mat më drejtoi tek Perëndia. Jam mirënjohës se Jezusit që më shpëtoi. Unë dua të bëhem misionare dhe t'i shërbej atij gjatë gjithë jetës. Perëndia i foli zemrën sime atë natë, edhe e dija që Marta ishte vajza me të cilën do martohesha. Organizova një takim me të që të dukej si rastësia dhe pas atij takimi ne u bëm miq. Një natë ne dolëm me Filin dhe të dashurën e tij. Më pas e shoqërova Martën në shtëpi që më pas të mund të flisja me Filin. Fil, kjo është vajza e duhur për mua. Një ditë do të martohem me të. Edhe nëse ajo është duke dalë me ndonjë djalë tjetër? Ajo nuk di asgjë për ndjenjat e mia. A je i sigurt për këtë? Shumë i sigurt. Mban mend cilësitë që duhet kërkojmë tek një partner. Prioriteti i parë duhet të jetë besimi, i dyti intelekti dhe i treti fiziku. Pikërisht prej këtyre prioriteteve kam kuptuar se Marta është vajza e duhur. Ajo i ka të gjitha cilësitë që kërkoj. E do Perëndin, është e zgjuar edhe shumë e bukur. Mirë, doni, atëre le të lutemi dhe të kërkojmë favorin e Perëndisë. Po, dakord. Perëndi, të falenderoj që ke sjellë Martën në jetën time. Unë besoj se ajo është vajza e duhur për mua, megjithse dua që të bëhet vullneti yt. Të lutem, me kalimin e kohës na trego që ti na ke zgjedhur për njëri tjetrin në mënyrë që të mos kemi dyshime për këtë. Brenda 4 muajve ne dolëm disa herë së bashku. Më pas Marta u shtrua në spital për të hequr apandesitin. Ajo qëndroi atje për 3 javë edhe disa herë shkova ta vizitoja. Do me thënë autobusi i Filit ndaloi mbi shinat e trenit? Po, pra i largova prej andej duke shtyrë me makinën time. Sa mirë. Zoti na nderon për besimin që kemi në të, Marta. Kjo është e vërtet, Doni, por unë ndonjëherë shkurajohem. Spitali është shumë larg nga universiteti, edhe asnjë nga miqt nuk mund të më vizitojë. Po ashtu prindrit e mi jetojnë në Tennessee. Duhet ndihesh shumë e vetmuar. Ashtu ndjem. E çmoj shumë kohën që merr për të më vizituar. E po, unë jam pastor. Kujdesi për të tjerët është pjesë e punës time. Më kërkove të lutesha për një vendim të rëndësishëm që ti duhet të merre, edhe jam lutur. Ha, e more vendimin. Po, e mora. A mund të më tregosh për çfarë bëhet fjalë? E kam pyetur Perëndinë se ky është momenti i duhur për të propozuar për martesë. Edhe mendoj se tani duhet ta bëj. Dëshiron të martohesh me mua. Don Hawk, ky nuk është një vend shumë romantik ku ti mund të më propozosh për martesë. Kam veshur një fustan spitali edhe flokët i kam pa lar, ndaj nuk mendoj se ky është vendi i dur. Të lutem, çoje në lutje para Zotit, Marta. Kur ajo doli nga spitali, ne vazhduam të shoqëroheshim së bashku dhe unë i propozoja vazhdimisht.
por më refuzonte sepse unë isha pastor ndërsa thirrja e saj ishte të bëhej misionare. Kur i tregova që edhe unë isha thirrur për të qenë misionar, ajo pranoi të martoheshim. Ne shpallëm fejesën tonë në tetor të vitit 1944 dhe u martuam në korrik të vitit 1945 pas diplomimit. Ishim të dy shumë të emocionuar që do të shërbenim si misionar, por Perëndia kishte një mënyrë të tërthort për të na çuar në një vend të caktuar. Marta! Eja dil jashtë që të shohësh makinën tonë të re. Erdha! Ua, çfarë ndodhi makinës tjetër? Lasallit tënd. E po, nuk mund ta mbaja edhe makinën edhe gruan. Kështu që e shita për $1,000. Më vjen mirë që vendose të më mbash mua në vend të makinës. Miku im Abi do të shkojë në Quito të Ekuadorit. Edhe ma shiti makinën për $250. Atëherë, përse më the të vija dhe të shija makinën tënde të re? Sepse për ne e re është. Antarët e kishës më kanë kërkuar të mos parkojnë më përpara kishës së re. Mendoj se kanë të drejtë. Marta, mendo pak se sa para kemi vënë më njanë. Ato do të na mjaftojnë për të shkuar në mision. Pasi kishim 2 vjet të martuar, më ofruan të shërbeja si ndihmës i presidentit të një shkolle biblike në Karolinën e Jugut. Kjo dukej sikur binte në kundërshtim me thirrjen që kishim marrë për të bërë misionar, por Perëndia kishte një qëllim. Pas shumë lutjesh, vendosëm të pranonim edhe të shpërnguleshim. Atje erdhën në jetë 2 djemtë tanë. Unë udhtoja, mblidhja para për shkollën, edhe rekrutoja student. Gjithashtu jepja mësim në atë shkollë edhe ndihmoja presidentin e saj. Dukesh i shpërqendruar, Doni. Çfarë ke? Sot u përjashtua një student. Ai thyente rregullat her pas here dhe për këtë u detyruan ta përjashtonin. Problemi është se prindrit e tij nuk janë të shpëtuar. Do me thënë ai nuk ka shembuj të perëndishëm. Ata nuk donin që ai të vinte këtu. Ndaj ai mund të mos kthehet më në shkollë nëse kthehet në shtëpi, edhe mund të mos shërbej si krishter. Duhet të lutemi për të. Pse të mos bëjmë pak më shumë për të, Marta? Le ta marrim në shtëpi. Të jetojë me ne derisa të mbarojë dënimin. Ne kemi një dhomë për miqt. Mund ta inkurajojmë të kthehet sërish në shkollë. Mendoj se ai ka nevojë për dashuri edhe inkurajim në këtë kohë. Sigurisht që po, zemër. Jam dakord me ty. Megjithse disa nga antarët e bordit mendonin se po e përkrahnim sjelljen e tij të gabuar, ne e morëm në shtëpi këtë student. Ai e vazhdoi shkollën edhe në fund u diplomua. Më pas ai u bë pastor i një kishe ungjillore. Ndërkohë unë po mësoja disa aftësi që do të më ndihmonin gjatë gjithë jetës në punën time si misionar. Pasi qëndrova 5 muaj në Japoni duke punuar për një revistë të krishterë, u ktheva në shtëpi dhe kuptova se cili ishte vullneti i Perëndisë. A është e vërtet që shumë të krishterë japonez bien përmbys para pallatit perandorak para se të fillojnë shërbesën e tyre në kishë? E vërtet është. Ata e kanë komprometuar besimin tek Perëndia dhe e lidhin me adhurimin perandorak. Doni, ata kanë nevojë për të krishterë të rritur në besim që t'i ndihmojnë të mësojnë si ta jetojnë të vërtetën biblike. Ke të drejtë. Nevoja e tyre është shumë e madhe dhe fatmirësisht generali MacArthur ka thirrur 10.000 misionar të rinj për të ardhur në Japoni. A mendon se Perëndia po na thërret të shërbejmë në atë vend? Duhet të lutemi për këtë, Marta. Perëndia ka një mënyrë të veçantë për t'i udhëhequr njerëzit e tij. Po, edhe di si t'i sjell rrethanat në atë mënyrë që ta kuptojmë. Shiko si të dërgoj ty atje për të parë nevojën e atij vendi. Pasi ai e ka një arsye pse lejoi të jetonim 5 vjet këtu. Ato që duken si gur pengese në të vërtetë janë gur që ai përdor për qëllimet e tij. Kisha një siguri të patundur që do të shkonim në Japoni. Kam qenë gati për ta nxjerrë në shitje shtëpinë. Por fillimisht duhet i kërkojmë Perëndisë të na drejtojë përmes këtij procesi, edhe më pas të gjejmë disa misionarë që të na dërgojnë në mision. Perëndia donte që ne të shkonim në Japoni. Edhe në tetor të vitit 1952, 6 muaj më vonë, shkuam. Vitin e parë, u sëmurëm aq shumë sa drejtori i misionit na kërkoi të ktheheshim në shtëpi. Por ne qëndruam. Për 2 vjet studiuam gjuhën japoneze, edhe më pas u shpërngulëm në Tokyo, ku unë themelova një shkollë të krishterë. Pas luftës, sëmundja e tuberkulozit ishte problem shumë i madh dhe një nga studentët tanë u detyrua të largohej nga shkolla për të ushtruar e për të kuruar nga kjo sëmundje. Ai u shërua, edhe nuk ishte më i rrezikshëm për të tjerët, por nuk u kthye në shkollë.
kështu që shkova të takoja. Oh, zoti Hok. Jeni me të vërtet një njeri i veçantë që keni ardhur të me vizitoni. Në fakt kam pyetur veten pse nuk je kthyer në shkollë. Unë nuk mund ta paguaj dot me konviktin. Por ti mund të marrësh trenin në Tokyo. E po familja ime është shumë e varfër, as trenin nuk mund ta paguaj. Atëherë do vi të marr unë për të të sjellë në mësim. Zoti Hok, ju nuk po më kuptoni. Unë nuk mund ta paguaj dot tarifën e shkollës. Ito, do ta paguaj unë për ty. Me të vërtetë e keni? Sigurisht që po. Ti je shumë pranë diplomimit. Pastaj Jezusi bëri më shumë se kaq për ne. Po, ai dha jetën e tij. Edhe ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë për njëri tjetrin. Jezusi tha, ky është urdhërimi im, ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Dua shumë që të kthehem në shkollë. Atëherë unë do të të marr dhe do të të kthej sërish në shtëpi. Po si mund t'ju falenderoj? Mjafton që ti të ndash mesazhin e Ungjillit të Jezus Krishtit me njerëzit e tu. Miku im, Fili, kishte 7 vjet që i shërbente Zotit në Japoni para se ne të shkonim. Një ditë ai erdhi të shihte shkollën. Kjo po që është shërbes besimi. E vërtet vlla. Ne sapo jemi kthyer nga Shtetet e Bashkuara për të mbledhur para. Para për shkollën? Po duam që puna këtu të vazhdoj edhe më tej. Si është Marta? Marta ju ofron mësime gatimi grave fqinje dhe po e përdor këtë si mundësi për të ndarë për Jezusin. Ajo po jep mësime edhe këtu në shkollë. Po djem si duken? Ata po ndjekin një universitet të krishterë këtu. Me sa po shok e gjetur mësues të Zot japonez për këtë shkollë. Është e vërtet. Qëllimi është që një ditë kjo shkollë të drejtohet nga japonez dhe do t'ju lëm atyre në dorë. Zoti e kishte një arsye pse të drejtojnë atë shkollë të krishterë në Karolinën e Jugut doni. Dukej sikur binte në kundërshtim me thirrjen që kishim marrë, por Perëndia po më trajnonte për atë që kishte planifikuar në këtë vend. Edhe tani don sa student keni në total? Gati 100. Po shkojnë në kisha të ndryshme për të predikuar dhe për të folur për shkollën. Eja të tregoj gjithë godinën. Shumë mirë. Koha që kaluam në Japoni ishte shumë emocionuese. Ne dham ndihmën tonë në ngritjen e shumë kishave që edhe sot janë të forta. U kthyem në shtëpi për të mbledhur para për zgjerimin e shkollës, e cila me kalimin e viteve u bë edhe më e madhe. Ndonjëherë qëndroja deri vonë për të mësuar studentë që hasnin vështirësi me studimet e tyre. Çfarë do të thotë që besimi dhe bindja janë dy gjysmat e të së njëjtës të vërtetë? Do të thotë që nuk mund të ndahen. Ti nuk mund të bindesh pa besuar, edhe po ashtu nuk mund të besosh pa u bindur. Shiko për rreth teje. Në pranverën e kemi çeljen e gjetheve dhe të luleve. Patjetër që Perëndia, ai që e ka krijuar këtë bukuri, do të bëjë edhe më shumë për krijesën e tij madhështore, njeriu. Nëse ne i bindemi edhe i besojmë atij. Unë besoj që Jezu Krishti është ai që shpëton. Kur unë të vdes, ai do të më marrë në parajs. Ai besim do të shtyjë ti bindesh fjalës së tij, sepse ai është besnik dhe i mban premtimet. Ti mund t'i besosh atij fitoret mbi tundimet. Ai do t'jap guximin e nevojshëm për të dalë kundra turmës edhe presioneve të kësaj bote. Do të udhëheq edhe do të jap urtësi gjatë kohërave të vështira. Zoti Hok, çfarë është më e rëndësishme? Të lutemi apo të lexojmë Biblen? Të dyja janë të rëndësishme. Ne zbulojmë se cili është vullneti i Perëndis duke studiuar fjalën e tij edhe duke ja nënshtruar atij vullnetin ton. Lutja është frymarrja e shpirtit ton, që lartohet te Perëndia në falënderime, lutje edhe përgjërime. Unë jam si apostujt që i thoshin Jezusit të rriste besimin. Besimi rritet kur ti i beson Perëndis gjithnjë e më shumë me vendimet që merr. Perëndia i ka bekuar ata që janë bindur. Mund të marrim si shembull Danielin edhe Jozefin. Ai e përdori Jozefin për të shpëtuar popullin e tij. Po, besimi dhe besnikëria shoqërojnë njëra tjetrën. Kur ne tregohemi besnik ndaj Perëndisë dhe fjalës së tij, ai do t'i ndreqë rrethanat në jetën tonë, do të na udhëheq edhe do të na shpërblej pa mas, shpërblime që nuk do t'i gjejmë në asnjë mënyrë tjetër. Pasi që ndruam 22 vjet në Japoni, shkolla jonë mbante më shumë se 300 të diplomuar që i shërbenin Perëndisë. Një prej tyre, Kazuo Ozaki, u bë misionar në Quito të Ekuadorit, edhe përkthyesi skuadrës japoneze të programit të lirë nga prangat. Ne u larguam nga Japonia në vitin 1973, kur Perëndia na thirri për të shkuar në Zvicër për të drejtuar një konferencë botërore ungjillizimi. Prandaj ne udhëtuam në tokën e shenjtë, edhe më pas u kthyem në Wheaton për të drejtuar një projekt të ri dhe qendrën e Billy Graham. Në atë kohë, të dy djemtan ishin të diplomuar dhe të martuar.
Qëndruam në atë vend për më shumë se 4 vjet dhe më pas shkuam në Knoxville, ku unë u bëra pastori një kishe të madhe. Doni, personi që ka marrë drejtimin e projektit tënd, po ja jep meritat vetes së tij, për idetë dhe punën e madhe që ti ke bërë. Nuk ka rëndësi se kush i merr meritat zemër. Mjafton që puna të përfundojë. Perëndia i mban të gjitha shënim. Edhe një ditë ai ka për të na shpërblyer. Ti mban gjithnjë qëndrimin e duhur, gjë që nuk e kanë parë tek të tjerët. Tek letra e Filipianëve, Pali na dha këtë këshill. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin. Mos harro që Jezusi e përuli veten e tij. E di, por ndonjëherë ne largohemi nga kjo e vërtet edhe kur plakemi. Ashtu është. E ngurcojmë zemrën më shpejt nga sa ngurcojmë martëriet tona. Ja pse Bibla na mëson të mos lodhemi duke bërë të mirën. Po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Më pëlqen shumë ajo që thuhet te libri i Isaias kapitulli 40 vargu 31. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur, edhe ecin pa u lodhur. Hiri Perëndis na mban. Pikërisht. Sa po më dhe një ide për predikimin e së dielës. Po flet për pasazhin nga Isaia? Po, para së gjithash ai pasazh flet për sovranitetin e Perëndis. Ai është ende në fron, edhe do ta kryejë veprën e tij sepse është i plot fuqishëm. Ende nuk arrit ta besoj se si ai, i cili ka krijuar gjithçka, kujdeset për ne. Ja pra, kjo është gjëja e dytë për të cilën flet pasazhi. Ai na njeh kush jemi, e di ku jemi dhe e di arsyeën pse na ka sjellë në këtë jetë. Ai ka plane për ne. Po e treta, cila është? Pastorët e kanë thuajse gjithnjë 1.3 apo ja? Perëndia asnjëherë nuk lodhet. Ne jemi ata që lodhen. Ai do të na ndihmojë të fluturojmë si shqiponjat. Kur forca jonë të mbarojë, ai do të na jap forcën e tij. Po, edhe vetmja gjë që duhet të bëjmë është ta thrasim atë. Dhe ai na përgjigjet gjithmonë, Marta. Nuk vonon edhe nuk gabon. Unë nuk do të mund të jetoja dot pa u lutur. Po për këtë arsye jemi krijuar për të pasur një marrëdhënie me Perëndin. Jezusi tha, dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, edhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezus Krishtin. Doni Hawk tani është me Perëndin të cilin e deshi dhe i shërbeu. Njëherë ai tha, vendimi përcakton drejtimin dhe drejtimi përcakton vendmbërritje. Ne shpresojmë shumë që kjo dëshmi t'ju ketë inkurajuar të dëgjues të dashur. Ju mund keni të njëjtën ecje me besim që fillon duke i kërkuar Perëndis t'ju shpëtojë dhe mund ta bëni këtë në çdo moment. Perëndia po pret të dëgjojë lutjen tuaj. Nëse dëshironi të dini më shumë, juftoj të na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më dërgoni një email në info@radiovit7.net. Ndoqët programin e numër 313. Kjo ishte historia e vërtetë e Doni Hawk. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.